Mirë se erdhët në sesionet për mentorimin e mësuesve të cilët udhëheqin klubet ESD në kuadër të programit JOM, programi Siguria Personale për Fëmijë edhe të rinj. Jemi në fazën përgatitore. Tema e parë sot është si të përgatisim klasat për mësimin e ESD-s. Kemi 4 pyetje kryesore të cilat na ndihmojnë për të organizuar punën, për të organizuar grupin. Së pari, me cilin grup do punoni juve? Pra, çfarë moshe, çfarë gjinie, çfarë profili zgjidhni juve në funksion të sjelljes që kanë nxënës caktuar apo në funksion të problematikave që mund t'ju kenë referuar stafi i shkollës, mësues të tjerë, psikologja e shkollës e kështu me radhë. Pra, përcaktimi i grupit ju ndihmon që të jepni një profil të caktuar grupit dhe të mund të arrini ta mblidhni atë. Sugjerojmë, rekomandojmë fort që grupi të jetë i menaxhueshëm dhe kjo numri ideal është diku te 15-16 persona. Sa kohë edhe sa herë në javë do ju mësoj fëmijëve ESD është pyetja numër 2. Pra, organizimi i orareve, organizimi i agjendës, duke qenë se kjo ndikon jo vetëm në mësimdhënien tuaj, por edhe në familjet nga ku vijnë këta fëmijë dhe është e domosdoshme që të jemi sa më të qartë për mënyrën se kur edhe si do zhvillohen këto klasa. Pyetja e tretë është cili është objektivi i klasave. Pra, çfarë dua t'ju mësoj unë fëmijëve gjatë sesionit për cilin i kam ata në klasë. Kjo është një pyetje shumë e nevojshme, sepse na ndihmon edhe për të organizuar sesionet e ESD-s, por gjithashtu na ndihmon edhe që të qëndrojmë besnik atij objektivi në mënyrë që ta përmbushim atë në maksimum. Kemi lojra, aktivitete, ushtrime, kemi aftësi komunikimi dhe aftësi fizike, por edhe aftësi të treguarit që është raportimi i rasteve kur ato po ndodhin, rasteve të dhunës apo të ngacmimeve apo të bullizimit dhe përcaktimi i objektivave na ndihmon në mënyrë që të gjitha aftësitë që ne i mësojmë gjatë atij sesioni shkojnë në funksion të objektivit që kemi vënë vetes për nxënësit në atë sesion ESD-je. Pyetja e katërt është ku do zhvillohen klasat e ESD-s. Kemi shkolla të cilat i kanë dedikuar një kënd të posaçëm, një klasë të posaçme grupeve të ESD-s. Kemi shkolla të tjera të cilat i realizojnë këtë në palestrën e shkollës, pra kemi pasur formate të ndryshme në funksion të kushteve të shkollës. Përcaktimi me drejtuesit që në momentin e parë dhe qartësia për mënyrën si do organizohen klasat për sa i përket vendit është shumë e rëndësishme sepse ju kushtëzon edhe mënyrën se si ju do i organizoni apo zhvilloni klasat e ESD-s. Normalisht është ndryshe nëse juve keni një ambient tuaj të posaçëm, i cili do t'i jap shumë identitet grupit dhe është diçka që ne e këshillojmë, do jetë më komode sepse ka më shumë privacitet, do jetë më komode sepse nxënësit do ta kenë si pikë referimi jo vetëm nxënësit e klubeve të ESD-s, por edhe të tjerët nxënës nga shkolla. Por nëse kjo nuk është e mundur, atëherë përsëri zhvillimi i klasave në një palestër do ju ndikojë dhe duhet ta keni parasysh këtë në momentin që ju jeni duke planifikuar programin për sesionet e ESD-s, sepse ndryshe është kur ke ambient të posaçëm e ndryshe është kur është një ambient si palestra apo holli i shkollës apo borri i shkollës që ka më pak privacitet, ka më shumë shpërqendrim për fëmijët, edhe kjo do ju ndikojë në zhvillimin e orës. Një element tjetër është përgatitja e materialeve për mësimin e ESD-s. Neve kemi disa materiale të cilat janë dokumente edhe trajnime dhe mentorime. Këto ne i kemi në formatin e planit të klasave, në manualin e mësuesve që ne kemi shpërndar për ata që kanë ardhur në trajnime. Kemi disa materiale që ju kemi dhënë, si për shembull parimet e ESD-s në një poster, apo formatet për të zhvilluar disa ushtrime dhe lojra të caktuara, siç është tregues për vlerësimin e rrezikut, loja me tre ngjyrat e trafikut, të cila ndihmon në ndërgjegjësimin për situatat e rrezikshme. Kemi pra disa materiale të cilat na duhen për të realizuar klasat.
Shumë prej këtyre materialeve mund të sigurohen edhe me kushte rrethanore, do të thotë për shembull me materiale që ju i keni për orë të tjera të edukimit fizik, që mund t'i shfrytëzoni. Kemi disa të cilat ju asigurojmë si ESD Albania që janë pjesa e situatave, pjesa e këtyre materialeve që sapo përmenda, posterin e të tjera me radhë që ne i kemi shpërndar, si dhe ideale është kur keni edhe materiale të tjera siç janë tubat e shkumës, siç janë rrathët hula hoops apo siç janë dorezat për momente të caktuara. Përdorimi i këtyre materialeve e bën mësimin shumë më efektiv, shumë më aktiv, ndihmon në kuptimin e koncepteve dhe e bën përvojën e nxënësve më të gjallë edhe më të angazhuar, më interaktive. Përpara se të filloni me klubet e ESD-s, e para dua t'ju kujtoj sa rëndësishme është të kuptohet rëndësia e vendosjes së rregullave paraprake në klas, si dhe respektimi i tyre. Juve si mësues duhet jeni model i këtyre rregullave, si dhe bëhet fjalë pra për një marrëveshje mes nxënësit dhe nxënësve dhe mësuesit për të zhvilluar klasën në kushte optimale. E dyta, përqendrohuni në ndërgjegjësim, komunikim, gjuhën e trupit edhe parimin trego. Këto janë kryesoret në lidhje me aftësitë që duam të kultivojmë te nxënësit. Pra, nuk kemi aq teknikat fizike për shkak të grup moshave me të cilat neve punojmë në shkolla. E treta, jepuni prioritet aktiviteteve dhe lojrave që nxisin të shprehurin me vetbesim, gjuhën e trupit, zërin edhe sigurinë në vetvete. Kjo është nga vlerësimet e realizuara me mësuesit, rezulton si një nga nevojat më të mëdha që kanë nxënësit sot në ditën e sotme. Jo vetëm vendosja e kufive dhe mënyra e të thënit jo, por edhe mënyra se si të marrin përgjegjësi për çështje të caktuara. Pra nëse ata janë duke i thënë jo diçkaje, atëre si mund të kultivojmë edhe të qenit përgjegjës kur marrin diçka përsipër. Kjo është e rëndësishme për zhvillimin e tyre edhe në të ardhmen. Pika tjetër, mbani mend që teknikat fizike që mësoni kanë për qëllim sigurinë personale të fëmijëve apo të rinjve dhe në thelb ato synojnë ndërprerjen e një situate të padëshiruar dhe shmangjen e një konfrontimi fizik. Pra, në asnjë mënyrë nuk përdoren për të përleshur apo për të vazhduar një situatë konflikti, përkundrazi, gjithmonë objektivi është ndërprerja dhe largimi nga situata e rrezikut. Mbajtja e distancës personale të sigurt është kyç në realizimin e këtyre teknikave të cilat neve punojmë gjuhën e trupit edhe shmangjen nga konfliktet. E fundit, dua t'ju kujtoj rëndësinë e lojrave në role, se si këto lojra janë sa të dobishme, aq edhe delikate në zhvillim, duhet që mësuesi të ketë formimin e duhur, të ketë praktikën e duhur për të menaxhuar lojrat në role me nxënësit. Është shumë e rekomanduar që ne të komunikojmë së bashku në kuadër të mentorimit për të me stafin e mentorimit nga ESD Albania për të pasur informacionin e mjaftueshëm dhe kujdesin e mjaftueshëm për të drejtuar nxënësit kur bëjnë lojra në role. Zakonisht duhet filluar me lojra në role shumë të vogla, shumë të thjeshta, mundësisht vetëm me vendosjen e një kufiri me të thënit jo apo me formulën e komunikimit, por pa kaluar pa dashje në teatr edhe në një situatë që mund të përkeqësojë vetbesimin e nxënësve. Prandaj duhet shumë kujdes edhe shumë përgatitje për mënyrën se si organizojmë lojrat në role. Ndrojmë temë, shkojmë tek plani i klasave për vitin. Neve në grupet që kemi të komunikimit mes mësuesve, në WhatsApp apo në të tjera platforma, si që është në Facebook, kemi një grup të mbyllur privat, aty kemi shkëmbyer edhe informacion për planin vjetor të klasave ESD dhe është në funksion të këtij plani që secili mësues mund ta adaptojë edhe ta kthej në atë plan që i nevojitet për ke shkolla vet, në funksion të grupit, në funksion të orareve që ka, në funksion të vendit ku zhvillohen klasat e kështu me radhë, 4 pyetjet që tham në fillim. Prandaj, nëse nuk e keni akoma këtë plan vjetor, do të kontaktoni me neve dhe mund t'ju ndihmojmë apo mbështesim për ta realizuar atë. Si funksionon
procesi I mentorimit dhe mbështetjes që jep ESD Albania për mësuesit. E kam përmendur disa herë mentorimin dhe është një proces I cili zhvillohet përgjatë vitit shkollor, ku stafi I ESD Albania është I gatshëm t'ju përgjigjet pyetjeve, t'ju jap rekomandime, t'ju ndihmoj me materiale për sa I përket zhvillimit të klasave në klubet që ju keni hapur nëpër shkolla. Ky mentorim realizohet sipas sistemit që ne kemi edhe në vende të tjera të Evropës dhe duke qenë se ju keni certifikatën e nivelit të parë A, ky është një program I posaçëm dhe më I reduktuar sepse është I përshtatur për shkollat. Pra, për shembull, përmenda që parë që nuk keni teknikat fizike, një lloj siç ka një instruktor ESD-je normal. Sepse fokusi në shkollat është tek aftësitë e komunikimit dhe aftësitë e raportimit. Së dyti, sistemi e mentorimit të ESD Albania ndjek procesin e certifikimit të instruktorëve të ESD Global dhe kemi vazhduar në këtë formë. Dua të sjell në vëmendje që nëse juve doni të zhvilloni më tej aftësitë tuaja si instruktor, mund të kompletoni nivelin 1 të instruktorit dhe kjo bëhet nëpërmjet realizimit të seminareve që organizon ESD Albania në Shqipëri dhe në Evropë. Së fundmi, në fund të nivelit të 1 të ESD Europe, pjesëmarrësit apo të gjithë juve keni mundësi për të zhvilluar edhe klasa si një ndërmarrje private, duke fuqizuar, duke punuar me grupe të moshave të ndryshme të cilat mund të jenë përtej shkollave dhe përtej institucioneve arsimore ku juve punoni. Këto janë disa pika të përgjithshme, por në kuadër të mentorimit juve mund të merrni pjesë në takimet grupale që ne organizojmë çdo muaj, si dhe mund të kërkoni një takim individual me personat e përcaktuar nga ESD Albania si përgjegjës për mentorimin. Së fundmi, duke ju falenderuar për vëmendjen, dua t'ju kujtoj rrjetet tona sociale, si në Facebook, ashtu edhe në Instagram apo LinkedIn. Gjithashtu mund të na ndiqni apo mund të bëni mund të nënshkruani në këtë video duke na ndjekur apo duke e shpërndarë me mësues të tjerë të ESD-s. Ditë të mbar!